Ministër, Ministra, kolegë deputet, qytetarët Kosovës. Çështja e formimit të kësaj gjykate, siç po shifet, është çështje e kryer. Kjo po kuptohet nga gjitha ato letërkëmbimet e cilat u cekën edhe nga parafolësit. Dhe e njëjta faktikisht e konkretizuar edhe në seancën e datës 23/4/2014 me 2/3 e votave të kuvendarëve. Çështja e formimit të kësaj gjykate mendoj që lidhet edhe me mungesën e kredibilitetit të gjyqësorit tonë për shkak të neglizhencës që i kanë bërë në kryerje e veprave dhe rasteve të parashtruara deri më tash. Çështja e ngritur nga lëvizja vetëvendosje mendoj që është çështje normale për të diskutuar sot në këtë seancë të kuvendit. Jo pse ne po mendojmë që ata mund të shqetësohen më tepër se ne për formimin e gjykatës speciale, apo të jenë më dhëtar se ne në këtë kuvend. Ne e dim të gjithë që ushtria shërimtare e Kosovës ka bërë një luftë drejtë për çlirim. Kjo që tani po kërkohet nga institucionet e Kosovës është një sfidë e cila duhet kaluar me mençuri. Shumë gjëra edhe deri me tani i kemi kaluar me mençuri institucionet tona dhe besoj që edhe këtë do ta kalojnë sepse është në interes të vendit, është në interes të qytetarëve tonë, po sigurisht që është në interes të rrujë marrëdhëniet e mira me gjithë ata të cilët në momentet më të rënda të historisë sonë na kanë dalë në ndihmë. U cek se po cenohet niveli i drejtësisë në Kosovë. Po themi se ka pasur shtete edhe shumë të forta se sa Kosova, të cilat në një farë forme kanë qenë të obliguar t'ju nënshtrojnë këtyre proceseve. Në të gjithë e dim luftën që është zhvilluar këtu dhe kush ka qenë në anën e të dëmtuarve. Prandaj edhe nëse këto i vërteton një instancë ndërkombëtare në këtë rast, prapë se prapë kam shpresë që ne do dalim më të fituar. Drejtësia duhet jetë njësoj për gjithë, prandaj ne mendojmë se drejta jonë është edhe historike edhe ligjore. Kam shpresë që edhe pas këtij procesi Kosova do dalë edhe më fort se sa sot, edhe më pastër dhe këtë çështje do ta mbyllëm një herë për gjithmonë, sepse ne besojmë në pastërtinë e luftës e cila është zhvilluar për çlirim. Po gjithashtu ne duhet të jemi të zëtuar që të punojmë maksimalisht në sundimin e rendit dhe ligjit, për arsye se gjatë kësaj kohe thirrmi në këto të thëna. Nuk besoj që do të na bëjë nder dikuj që kjo çështje nga këtu të na kalojë në duart e Këshillit të Sigurimit, në cilën Rusia dhe Kina do të vendosin së bashku malatet e vet dhe do ta sërgjasin këtë proces në kohë të pacaktuar. Jemi të bindur që faktet ekzistojnë dhe janë në anën tonë. Andaj të gjitha ato të cilat faktikisht llogariten si fabrikime, besoj që do të hudhen si të babasa. Ne duhet të kemi pashtu besimin e plotë të prokurorit Williamson në seriozitetin e punës së tij dhe në ekspertizën e tij. Nëse ky kuvend do të para një viti, domethënë ka miratue një bashkëpunim të tillë, mendoj që ne si deputet nuk kemi asnjë arsye që ta prolongojmë atutje këtë çështje, të vendosëm për këtë çështje në mënyrë që e vërteta të dalë në shesh sa më shpejt. Ju falenderit. Faleminderit Milazim Haliti.